sot do flasim për komunën e Vitis, e cila që sot fillon ngjarjen e madhe kulturore edhe sportive në këtë qytet, manifestimi tradicional I festivalit Flakadani I Karadakut, që këtë vit shënon edicionin e 24 të tij. Për këtë ngjarje do flasim në studio bashkë me Valmir Sahitin, I cili është drejtor për kulturin dhe sport në komunën e Vitis. Mirëmëngjesi, Valmir, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi për ju dhe gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Faleminderit shumë. Qysh jeni, qysh keni kalu këto ditë, qysh kanë shku përgatitjet e këtij manifestimi të madh që do të fillojë sot? Mirë, normalisht për këtë manifestim I cili është një nga ngjarjet më të mëdha kulturore, sportive, jo vetëm komunën e Vitis, por lirisht mund me thënë edhe në gjitha trojet shqiptare, është doshur mundi I madh, përgatitje e madhe për që gjithçka të shkojë mirë në bar, dhe tashmë jemi në momentet finale dhe në përgatitjet e fundit për të pritur shumë mësafer, për të pritur shumë grupe kulturor-artistike nga gjitha trojet shqiptare, sportistë, poetë, shkrimtarë, dhe besojmë që jemi përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme që edhe këtë vit Flakadani I Karadakut shkëlqej ashtu siç ka shkëlqyer gjithmonë për 24 vite me radhë. Për komunën e Vitis, gjithashtu edhe për qytetarët e Vitis, por pse jo edhe për qytetarët gjithë Kosovës, që po besoj që vinë nga treva të ndryshme të Kosovës për më ardhën me manifestu dhe me festu bashkë festivalin e Flakadanit të Karadakut në Viti. Ndalim e pak tek fillimi. Në vitin 2009 është themelu festivali, tash e 24 vite. Na flet pak se qysh edhe ndoshta edhe si ide dhe një emër mjaft interesant që I keni vë festivalit. Po, festivali është themeluar 24 vite më parë. Qëllimi kryesor I tij është se ky festival, ky manifestim gjithëkombëtar mbahet në ndërim të heroit kombit Niazi Azemi, komandant Mjekra, I cili ishte luftëtar edhe I luftës Kosovës, po më pastaj idealin e tij, idealin e bashkimit të shqiptarëve, I cili ishte edhe misioni I tij jetësor, vazhdoi edhe në luftën e Preshevës, ku ka rënë heroikisht me 26 mars, dhe I gjithë ky festival është themeluar në ndërim të veprës dhe figurës e tij. Dhe natyrisht për 24 vite me radhë festivali ka vazhduar duke u mbajtur tradicionalisht në komunën e Vitis dhe tashmë komuna e Vitis brenda dhe jashtë kufive të saj administrativ, po ashtu edhe në gjitha trojet shqiptare identifikohet me manifestimin kulturore sportiv Flakadani Karadakut, I cili tashmë është identiteti e dinjiteti I qytetarëve të komunës Vitis. Po shohim edhe pamje të festivalit të viteve paraprake që ka mjaft qytetarë që dalin edhe I bashkohen festivalit për me festu bashkë. Më herët kanë qenë disa ditë më shumë, deri në 2 javë, ka zgjatë festivali? Po, të kaluarën festivali ka qenë më I gjatë manifestimi, për shkak që kjo është manifestim ku përmbledh rreth vetës shumë ngjarje kulturore sportive, por më vonë me kalimin e kohës, duke përshtatë edhe rrethonave të kohës, është tashmë ka kaluar në 3 ditor, edhe pse këtë vit për shkak të shumë rrethonave jemi detyruar që aktivitetet sportive t'i mbajmë gjatë vikendit dhe eksaktësisht janë 5 ditë aktivitete që po zgjat manifestimi tradicional Flakadani Karadakut dhe natyrisht gjatë këtyre 5 ditëve ka aktivitete të shumta, por unë dua t'i falenderoj qytetarët e Vitis, gjithë kontribuesë, gjithë vullnetarët që për 24 vite kanë dhënë më të mirën nga vetja e tyre, që manifestimi Flakadani Karadakut të mbahet gjallë në Vitin, që fryma e tij të vazhdoj gjithmonë dhe dinamika e tij të jetë e jashtëzakonshme. Prandaj për këtë dua të shfrytëzoj rastin të shpreh mirënjohjen time të thellë edhe njerëzore, por edhe institucionale për gjithë kontribuesit, por në veçanti për qytetarët e Vitis, cilët me pjesëmarrjen e tyre masovike I kanë madhështuar gjithmonë aktivitetet e manifestimit Flakadani Karadakut. Po, ndërkaq që po flet edhe për qytetarët, për kontributin e qytetarëve, ka edhe mërgjimtarë që kontribuojnë në manifestimin e festivalit? Po, natyrisht mërgata e Vitinja ka një mërgatë të jashtëzakonshme me një potencial të jashtëzakonshëm, e cila është pjesë e gjitha të arriturave në Vitin, edhe gjatë luftës, edhe para luftës, po sidomos në 26 vite pas luftës, prandaj edhe ata në forma dhe aktivitete të ndryshme kanë kontribuar që ky manifestim të mbahet gjallë dhe ta ketë dinamikën dhe për masat që I ka sot.
Valmir, e përmendë që festivali tashmë është kthy në 5 ditor. Për shkak të ngjarjeve sportive që është dashur me i mbajt vikendin që lëm pas tani shtunë edhe të diele, kanë qenë aktivitetet, ka pas hiking edhe aktivitetet e tjera. Ti përmendim pak bashkë se çka ka pas, tani do kalojmë edhe tek ditë e tjera, se çfarë do të kemi. Po, kemi filluar të shtunën me turneu kombëtar në basketball me pjesëmarrje të ekipeve të ndryshme për të vazhduar me gjimnastikën, një sport që në viti tashmë është klubi i gjimnastikës Halil Ali Dhema, një klub mjaft të respektabel dhe i cili po ka rezultate të jashtëzakonshme, dhe dita e djeshme ka qenë turniri, po ashtu turniru i shohut me pjesëmarrje shahes nga gjithë Kosova dhe ka vazhduar me ecjen i cila është simbolike dhe është mbajt për herë të parë këtë vit, është ecje në ndërim të Niazia Zemit në shtegun Debelde Letnic, janë malet e Karadakut, si i themi në vitin, disa bukurit të jashtëzakonshme natyrore, cilat janë thesari çmuar jo vetëm për vitin, por për gjithë Kosovën dhe që paraqesin një potencial të jashtëzakonshëm turistik për të ardhmen. Është shtegu diku 15 kilometrë që i organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport dhe i mbështetur nga klubi hikingut Angros në vitin, një klub i cili ka një numër të madh të antarëve rreth vetës dhe simbolika ka qenë që këtë vit ka qenë hera e parë dhe ka qenë mjaft e suksesshme. Për kaq sot do të filloj tamam manifestimi i festivalit, më datë 24, 25 dhe 26 deri të mërkurën. Sot do të ndezet edhe Flakadani. Po, sot në ora 15 është momenti kulmor, ndezja solemne e Flakadanit të Karadakut, si simboli triumfit i lirisë e gjitha të arriturave të deri më tashme, për të vazhduar me njëherë pas dhejtësit Flakadanit me hapjen e festivalit të shoqërive kultur-artistike. Flakadani Karadakun, cili marrin pjesë shoqëri nga gjitha trojet shqiptare. Do të vazhdojmë nesër duke filluar nga ora 11, janë garat regionale të recitatorëve, ku marrin pjesë 6 komunat të Republikës Kosovës dhe po ashtu Lugina e Preshevës. Gjatë pasditës vazhdojmë po ashtu me ditën e dytë të festivalit Flakadani Karadakut. Në mbrëmje i kemi garat në futboll dhe vjen dita e tretë, dita finale, dita e rënjes dëshmorit të kombit Niazia Zemi, komandant mjekra, ku ditën e filloj me homazhe tek varrezat e dëshmorëve në vitin, aty ku edhe prehet trupi i heroit kombit Niazia Zemi, për të vazhduar nga ora 11 me orën e madhe letrare, me pjesëmarrës poetë shkrimtar nga gjitha trojet shqiptare, dhe këto aktivitete përbyllen me ditën finale të festivalit gjithëkombëtar Flakadani Karadakut, ku edhe ndahen edhe çmimet për fituesit e këtij festivali. Okej, çfarë çmime do të ketë? Janë çmimet, është çmimi kryesor, është çmimi special. Niazia Zemi, Flakadani Karadakut, dhe më pastaj ndahet çmime për këngëtarin më të mirë, orkestrën më të mirë, kostumografin më të mirë, ansambli parë, ansambli dytë, ansambli tretë dhe kështu me radhë. Është juria profesionale i cili vlerëson. Po kur ka fillu Flakadani Karadakut që nga viti 2001, e kanë mendu se do t'jetë kështu tradicional për çdo vit, edhe sa ka qenë vështirë ndoshta për me mbajt gjallë një manifestim të tillë. Po, Flakadani Karadakut ka fillu nga dashamirë të artit, kulturës, por dhe nga njerëz kontributon nga bashkëluftëtarët të heroit kombit Niazia Zemi, dhe thjesht si një ngjarje kulturore sportive për ta ndëruar një figurë aq të madhe dhe aq të rëndësishme për komunën e Vitinjës, dhe ngadalë vit pas vite madhështia e tij ka shkuar vetëm duke u shtuar, dinamika e tij vetëm sa është rritur, dhe tashmë kjo është një ngjarje tradicionale ku secili qytetar i Vitinjës e mirëpret me kërshëri dhe me ambicie, dhe tashmë edhe datat e Flakadanit Karadakut janë data që janë mendjen e secili qytetar të Vitinjës dhe jo vetëm, dhe jam shumë i bindur që ky manifestim do të vazhdojë edhe me tutje si një ngjarje jashtëzakonshme, kulturore, sportive, por jo vetëm, mbi gjitha ky është nderim e kujtim për veprën heroike dëshmorit të kombit, por mbi gjitha nderim dhe kujtim për vlerat tona tradicionale e kombëtare, por mbi gjitha për vlerat cilat kanë bërë që sot liria dhe pavarësia e Kosovës të jetë realitet për secilin prej neve.
Po, Drejtoria e Kulturës për Rini dhe Sport në komunën e Vitisë e mbështet dhe organizon këtë festival të madh, këtë manifestim, po keni mbështetje nga ndonjë organizat apo dikush tjetër, vullnetar përmendet që ka vullnetar të shumtë të qytetarëve të Vitisë, po keni mbështetje nga dikush tjetër apo jo? Po, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport është organizatoria kryesore në patronatën e cilit mbahet ky manifestim për 24 vite me radhë dhe natyrisht ka dhe vullnetar të shumë nga qyteti i Vitisë që kanë mbështetur dhe që kontribuojnë në vazhdimsi me punën e tyre vullnetare. Realisht mbështetje tjetër nuk kemi, unë edhe vitin e kaluar edhe këtë vit jam drejtuar Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, me një kërkesë zyrtare që manifestimi kulturore sportiv Flakadani Karadokut të mbështetet nga Ministria e Kulturës, por fatkeqësisht deri më tani nuk kemi gjetur gjuhën e përbashkët dhe nuk kemi gjetur mbështetje. Edhe pse unë besoj që Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport do duhej të mbështeste këto ngjarje, sepse manifestimi tradicional kulturore sportiv Flakadani Karadokut është pas një dyshim një ndër ngjarjet më të mëdha kulturore sportive që zhvillohet në Republikën e Kosovës brenda një viti kalendarik. Po, patyshim që është një ngjarje mjaft e madhe kulturore, e cila zhvillohet në komunën e Vitisë dhe i mbledh gjithë qytetarët anë mban Kosovës që të festojnë bashkë, por shpresojmë që keni me pas shumë shpejt edhe përgjigje pozitive nga Ministria e Kulturës. Unë shfrytëzoj rastin edhe nga studio juaj ta thras Ministrinë e Kulturës që ta mbështes këtë manifestim, sepse mbështetja ndaj tij është mbi gjitha mbështetje ndaj kulturës, ndaj sportit, por edhe veçantia dhe simbolika e tij për shkak që me këtë mbështetje ne nderojmë të kaluarën, ne nderojmë luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe përpjekjet e shqiptarëve në Luginë Preshevës për të drejtën e tyre tashmë të mohuar për bashkimin me Kosovën dhe mbi gjitha për bashkimin e trojeve shqiptare si një ideal i gjithë shqiptarëve. Valmer, nuk na mbet gjë tjetër, veç me ju bë thirrje krejt atyre që po na shohin në këto momente me ju bashkangjit manifestimet më të madh kulturor në komunën e Vitisë. Gjithsesi, unë i ftoj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që t'i bashkohen këtyre aktiviteteve, sepse me të vërtet ka aktivitete të jashtëzakonshme ku secili prej tyre bashkë me familjet e tyre do të mund të kënaqen dhe do të mund ta shijojnë një atmosferë të jashtëzakonshme, sepse për këto 30 vitin ka shumë spektakël, ka shumë emocione, ka shumë adrenalinë dhe mbi të gjitha për këto 10 vitin shndrohet në kryeqendër kulturore, sportive të gjitha trojeve shqiptare. Faleminderit shumë Valmer për krejt detajet dhe informacionet që na sollet sot. Faleminderit edhe juve për mundësitë, faleminderit, shëndet dhe gjitha të mirat. Faleminderit shumë.